Lishmërinë e ndalimit të paraburgimit janë të papranueshme. Just as Arian has a right of access to counsel, he has a right to a speedy judicial decision concerning the lawfulness of his detention and the ordering of his release if his detention proves unlawful. Ashtu si e drejta e Zotit Veliaj për të pasur akses tek përfaqësues ligjor të zgjedhur prej tij. Njësoj dhe e drejta për një shërtim gjyqësor të shpejtë për të verifikuar ligjshmërinë e ndalimit të tij dhe paraburgimit të tij dhe për të sqaruar nëse ky ndalim është i ligjshëm dhe për të liruar nëse ai është i pabazuar. Because so many of us, I think, are immersed in the detail of this case as it develops from day to day, I think we can forget the chronology and the delays. Just to remind you all, if you need reminding, the decision to authorize Arian's pre-trial detention was first taken on the 9th of February last year. Arian was then brought before the first instance SPAC court on the 12th of February 2025 in a private hearing where his detention again was authorized. Arian immediately appealed that decision to authorize his pre-trial detention to the SPAC appeal court, and that hearing, which lasted 3 days, started on the 11th of March of last year. We then had the almost immediate filing of an application to the Supreme Court to review that first instance appeal court decision, but that case was not heard until the 8th of July 2025. So that's July last year, a year ago. A further appeal, as soon as that written decision was made available to Arian and his Albanian counsel, a further appeal, a final appeal was made to the Constitutional Court, as you know, and that appeal was filed in November of last year. I understand that the Constitutional Court gave a direction earlier this year that the case was to be expedited, but we didn't get a decision until the 1st of July of this year, so a month ago, there or thereabouts. At the moment, pardon me? Forgive me. Sigurisht që kjo është një çështje me shumë detaje dhe të gjithë mund të humbasim në to, por për t'ju sjellë një kronologji të çështjes dhe të gjitha vonesat që janë pjesë e saj, për t'ju kujtuar autorizimin për paraburgimin e tij dhe ndalimin e tij në 9 shkurt të vitit të kaluar, pra në 2025-ën, dhe shërtimi i këtij ndalimi nga GKK-ja, nga shkalla e parë e gjykatës së SPAK-ut në 12 shkurt, në një seancë të mbyllur që autorizoi ndalimin e zotit Veliaj, i cili menjëherë bëri një ankesë në shkallën e dytë të gjykatës së SPAK-ut, pra në shkallën e apelit të GKK-s, e cila u trajtua në 11 mars të vitit të kaluar dhe menjëherë mbas vendimarrjes së shkallës së apelit të gjykatës së SPAK-ut pati një ankesë në gjykatën e lartë, e cila u trajtua në 8 korrik të vitit 2025 dhe me këtë vendimarrje zoti Veliaj bëri një ankesë në gjykatën kushtetuese, vendimi i së cilës ka dalë në e cili është bërë në nëntor të 2025-s kjo ankesë në gjykatën kushtetuese dhe vendimi i saj ka dalë vetëm në një korrik të këtë viti, pra të 2026-s. As you know, the Constitutional Court decided some questions that it was asked to consider definitively, and it remitted other very important questions back to the Supreme Court.
in its decision on the 1st of July. Në saj të një korriku të këtij viti, gjykata kushtetuese u kërkua dhe zgjidhi disa çështje në mënyrë definitive, por disa aspekte të tjera, disa çështje të tjera ja kthehu për reflektim gjykatës së lartë dhe në përgjithësi ky vendim kërkon një trajtim më të shpejtë të çështjes, pra një përshpejtim të trajtimit të çështjes sa i takon zoti Velia dhe masës së parabugimit. So overall, we're approaching a delay of some 16 months and counting. The delay remains unexplained. The Strasbourg court has repeatedly made clear that where the liberty of the individual is at stake, the state, that's Albania, must ensure that the proceedings to determine the lawfulness of his detention are conducted as quickly as possible. Justice delayed is justice denied. Pra kemi një vonesë të përgjithshme prej 16 muajsh dhe një vonesë të pashpjeguar dhe gjykata e Strasburgut të drejtat njerëzit e ka bërë të qartë kur bëhet fjalë për lirinë e personit, vendet anëtare, pra Shqipëria në këtë rast, duhet ta trajtojë çështjen e lishmërisë së heqjes së lirisë, pra të ndalimit të personit sa më shpejt jetë e mundur. But there is another essential feature of this case, which I mentioned right at the beginning of this statement. The delays in this case and the impact of Arian's continued detention is not only felt by him, by his wife and his 2 sons and his wider family, but the people of Tirana who elected him. Siç e përmenda edhe më herët, kjo është një çështje e cila ka edhe një interes publik, pra përveç se ndalimi i tij dhe heqja e lirisë së tij ndikon tek ai vet, tek familja e tij, tek gruaja, tek 2 djemtë e tij dhe tek familja e tij, ndalimi i tij ndikon dhe ka një impakt dhe tek qytetarët e Tiranës, të cilët e kanë zgjedhur atë për të qeverisur në nivel vendor. To detain a person before their trial is an exceptional measure, and this has been recognized by the senior courts in Albania as recently as May this year. To detain a democratically elected mayor of an important European capital and deprive the people of that city of the service of their chosen mayoral representative demands the most anxious scrutiny, which the Constitutional Court finally recognized has been conspicuously lacking in Arian's case. Të ndalosh një person duhet jetë masa e fundit e cila duhet të zbatohet përpara gjykimit, pra si një masë gjatë gjykimit. Ky është një standard i cili është ritheksuar dhe rivendosur edhe nga Gjykata e Lartë e Shqipërisë në maj të këtij viti, por duke shtuar kësaj dhe faktin që kemi të bëjmë me ndalimin e një përfaqësuesi të zgjedhur të qeverisë vendore, pra të kryetarit të bashkisë, kryeqytetit të vendit. Kjo kërkon një kontroll akoma dhe më të detajuar dhe më të rreptë sa i takon të gjithë këtij procesi dhe të gjithë kësaj mase, dhe të gjitha këto standarde në rastin konkret kanë munguar. Finally, can I say that we fully support and endorse the submissions made on Arian's behalf by his Albanian counsel throughout these proceedings, that his detention is unnecessary, it is disproportionate, and it is unlawful, and that he should be released immediately so that he may complete his term and fulfill his electoral mandate. Ne si përfaqësues ligjor ndërkombëtar të tij mbështesim plotësisht të gjitha deklaratat dhe parashtrimet edhe të përfaqësuesve të tij ligjor shqiptar për gjatë gjithë procesit, dhe mendojmë se ndalimi i tij si masë sigurimi është i panevojshëm, është jo proporcional dhe është i palishëm, dhe ai duhet të lirohet menjëherë dhe të jepet mundësia të vijojë ushtrimin e detyrës në mandatin e tij plotësisht për të cilin ai është zgjedhur.
Thank you. That's my statement. I don't know whether Clarence wishes to add anything at this stage or whether you wish to ask any questions.